Këto janë vetëm disa prej shfaqjeve që janë krijuar nga Teatri Rom në Prizren. Ai mban emrin e Nejip Menekshë, i cili ishte njëri ndër aktorët e parë dhe që i dha kontribut 30 vjeçar teatrit, ndër të tjera me 12 drama të shkruara në gjuhën rome. Teatri funksionon në kuadër të shoqatës kulturore artistike Durmish Aslano. Drejtori i këtij teatri, Fatmir Menekshë, ka treguar për fillimet dhe qëllimin e të njëjtit. Në vitin 1989 e kanë themelu Teatrin Rom, që tani quhet Nejip Menekshë, edhe pse në secilin koncert ka pasur edhe skeqe, edhe duke treguar aty talentin shumë aktor të ndryshëm, e kanë pa të arsyeshme që edhe pse mas 20 viteve ta themelojnë një grup i cili do të vazhdojë të funksionojë në ombrellën e organizatës Durmish Aslano ose shoqërisë kulturore artistike dhe të promovojnë gjuhën e tyre edhe artin përmes skenës teatrore. Teatri Rom, domethënë, Nejip Menekshë së fundmi në 5-6 vitet e fundit ka filluar me ndryshu strategjinë, duke bashkëpunuar me teatrët e tjera profesionale, me staf profesional, gjithmonë zgjidhet një regjisor profesional i cili përmes provave të ndryshme që i bëjnë për me përgatitur një dramë fuqizon edhe aktorët edhe teatrin ton që të njihet më mirë dhe të punojë më profesionalisht. Nga ana tjetër kena marrë pjesë në shumë festivale, së fundi domethënë Teatri Rom ka shkuar edhe në Berlin, në festivalin teatrove rome. Po ashtu edhe para 2 viteve ka shkuar edhe në Gjermani, domethënë një pjesë tjetër ku banojnë më shumë romët, domethënë ka Ministeri Eseni, ku edhe aty ka performuar një shfaqje për me promovu domethënë teatrin edhe kulturën rome. Dramat janë të ndryshme, nisur nga pasqyrimi i jetës së përditshme të komunitetit rom, por duke prekur edhe problematikat e tjera si papunësia e varfëria. Ai veçon njërën nga dramat e krijuara nga ky teatër, e cila është luajtur më shumë se 15 herë. Kjo dramë që flet për dhunën ndaj grave, ka ngjall interesim nga një publik multietnik, përfshirë edhe Berlinin, të cilët thotë se kanë pritur shumë mirë. Këtu në këtë dramë domethënë kemi punuar me komunitetin turk, 2 regjisorë që kanë bashkëpunuar me neve, edhe kena punu këtë dramë në aspektin, ka qenë një lloj rrëfimi monografik, që ndodh një gazelhane ose ku lahen këto kufomat e viktimave të cilët nuk kanë familjar, edhe kryen institucioni këtë shërbim, edhe domethënë këtu personi që e bën dramën shumë të dhimbshme ka qenë njëra prej kufomave që gjallërohet ose rigjallërohet edhe tregon publikut arsyen se pse ka vdekur dhe pse ka bërë vetvrasje, domethënë deri te gjendja se si ka ardhur ajo në aspektin psikologjik, që është dhunuar, që është dëbuar, që është maltretuar edhe është keq përdorur edhe ka pasur tragjedia që e ka humbur edhe të birin e saj edhe për çeto po them që është njëra prej dramave më të suksesshme të teatrit rom. Menekshë thotë se puna që e bëjnë vlerësohet nga komuniteti, por ndahet i pakënaqur me vlerësimin nga institucionet. Nga komuniteti vlerësohet jashtëzakonisht shumë, sepse jemi teatr i vetëm i komunitetit rom që funksionon nga 89-ta, edhe pas shumë peripecive, vështirësive vazhdon përpjekjet edhe angazhimin për me prodhu një shfaqje në vit. Duhet me mendu kështu që Komiteti Rom nuk ka asnjë mundësi tjetër përpos këtij teatrit për me shiku një përmbajtje, një përpunim në gjuhën e tij amtare rome, po ashtu edhe që trajton problematika të tilla. Domethënë është një manifestim e ata sepse me një shfaqje ne kemi manifestuar ditën ndërkombëtare rome 8 prillin, një ditë përpara. Kështu ka punu teatri që edhe me manifestu, po edhe me ofru komitetit vet një dramë e përpunuar nga romët për romët. Mbështetje sa i përket nuk kemi, mundëm me thënë që jam shumë i pakënaqur, i gjithë teatri është shumë i pakënaqur nga mbështetja, pasi që as institucionet lokale, as institucionet qendrore nuk e marrin parasysh kërkesat tona, që të kemi mbështetje që të vazhdojmë ose ta kultivojmë edhe punën tonë, edhe teatrin tonë, ta fuqizojmë, ta avancojmë edhe të prodhojmë më shumë shfaqje, jo vetëm një herë në vit. Pastaj edhe të promovojmë, të marrim pjesë edhe në festivale të ndryshme që ftohemi, por fatkeqësisht mungesa financiare e bën të pamundur që ne me promovu teatrin tonë edhe me zhvillu më shumë.
Përkundër mbështetjes së pakët, ai thotë që nuk do të ndalen. Madje shton se secili takim me aktorët dhe pjesën tjetër të stafit nis me atë se çfarë do të krijojnë dhe jo se a do të paguhen. Por ne përsëri e kemi një vullnet të hekurt, nuk ndalem edhe pse nuk ka fonde, ne punojmë në mënyrë vullnetare që mos ta lejojmë që komiteti jonë të kalojë një vit pa shikuar një dramë rome, po ashtu edhe grupi jonë teatror që të mbet pa punuar një shfaqje gjatë një viti së paku, por me dëshirë që edhe shpresoj që interesimi duhet të rritet, të mbështetet, edhe ky teatri është i vetëm, duhet të institucionalizohet aspekti i mbështetjes. Jo vetëm të aplikojmë, por duhet edhe komuna, nëse don me e ditë që ka një pasuri që nuk e kanë komuna tjera, edhe Kosova duhet me mbajtë se paku një teatr rom që e ka, duhet me mbështet në mënyrë të krijojë një normë të mbështetjes, edhe jo ne të konkurojmë me projekte tjera që ndoshta i shpenzojnë 10.000 euro për 2 ditë aktivitet ose për një ditë aktivitet, kurse ne me 10.000 euro jemi në gjendje të punojmë 2 muaj me prova, ndoshta edhe më shumë në aspektin e shkrimit të një drame, të përkthimit, të ambientimit, të përshtatjes së një drame dhe pastaj ta performojmë për komitetin tonë. Drejtori i teatrit shprehet i pakënaqur edhe me mungesën e një hapësire për të bërë provat e shfaqje teatrale, pasi që sipas tij kjo është e domosdoshme për grupin punues të teatrit. Komiteti Rom ka mungesë të një hapësire. Hapësira është shumë esenciale për me i zhvillu së paku provat ose së paku të takohet komiteti dhe të vazhdoj aty punën. Secila shoqëri kulturo-artistike e ka një hapësirë të dhënë nga institucioni, cilën e shfrytëzon edhe bëjnë prova. Vetëm komiteti Rom është ai që akoma diskriminohet në ditët e sotme, duke mos pasur një hapësirë që mund të zhvilloj provat ose takimet e veta pa kërkuar qelsat nga dikush tjetër. Ne gjithmonë gjatë procesit të një drame ose të një koncerti kemi vështirësi më të madhe hapësirën. Duhet me punu 1 orë ose 2 orë sipas agendave të këtyre institucioneve ose të organizatave të tjera që i kanë hapësirat publike. Teatri Rom, që nga viti 2000, ka luajtur mbi 26 shfaqje, teksa për të ardhmen, synimet janë që të krijojnë më shumë se një shfaqje në vit.